Një incident i shëmtuar ka ndodhur në qytetin e Prizrenit ditë më parë, ku një qytetar është kapur nga kamerat e sigurisë duke grisur librin e shenjtë, Kuranin. Ky akt ndodhi pikërisht në ditët kur zyrtarisht nisi periudha e muajit të shenjtë të Ramazanit. Ky veprim ka tronditur komunitetin duke ngjallur reagime të forta. Lidhur me këtë ngjarje, Hoxha Orhan Bislimaj ka dënuar aktin ashpër. Ai ka deklaruar se sipas informacioneve që disponojnë, i dyshuari ka probleme psikike. Hoxha ka shtuar e pam nga afër Kuranin e dëmtuar dhe tani është provë në organet e hetuesisë. Ky është një akt i shëmtuar dhe neveritës në mënyrë të skajshme. Kurani nuk mund të nënçmohet nga askush, vetë se njeriu e nënçmon vetveten, ka shkruar ai në Facebook. Për sa i përket hetimeve, Gazeta Insideri ka kontaktuar prokurorinë themelore në Prizren, e cila ka konfirmuar se hetimet janë në proces. Prokuroria ka urdhëruar policinë të punojë për identifikimin e kryesit dhe mbledhjen e provave. Ata kanë vlerësuar se ky veprim mund të vlerësohet si vepër penale e nxitjes së përqarjes dhe mosdurimit. Ndërkohë që në media po raportohet se i dyshuari është arrestuar, ende nuk ka një konfirmim zyrtar nga policia.